Mali i Tomurit është një nga majat më të larta dhe më të lashta të Shqipërisë. Ai ngrihet madhështor në juglindje të vendit, si një simbol i qendresës dhe shenjtërisë që vjen nga thellësitë e historisë të lire. Që në kohët e lashta, ky mal është nderuar si vend hyjnor i lidhur me besime parakristiane dhe kulte natyrore, ku njerëzit adhuronin fuqinë e natyrës dhe perëndit që besojnë se banonin në majat e tij. Në mitologjinë lire dhe më vonë ato shqiptare, Tomuri shihej si mali i perëndive, vend ku qielli dhe toka takojnë. Sipas legjendave, ai ka qenë strej e rrujme të lashtë dhe shpirtrave mbrojtës të popullit. Gjeografikisht, pozicioni i tij dominon gjithë krajinën e Beratit dhe Skraparit, duke krijuar një peizazh që frymëzon respekt dhe mister. Në shtresat arkeologjike të zonës përreth, janë gjetur dëshmi të banesave, objekteve të kultit dhe mbetjeve që tregojnë për vazhdimsinë e nderimit të këtij mali për mijëra vite. Qoftë si simbol natyror, shpirtëror apo historik, Tomuri mbetet një monument i gjallë i lidhjes së shqiptarëve me rrejtë e tyre më të lashta, një mal që ruan kujtesën e një qytetërimi të hershëm dhe të pathyeshëm. Mali i Tomurit ka qenë i njohur që nga kohët antike. Emri Tomur besohet se vjen nga fjalët e lire që lidhen me forcën dhe mbrojtjen. Sipas legjendave lokale, mali ishte vendbanim i perëndisë shqiptare Tomur, një figurë që ruante banorët dhe tokat e tyre. Ndër shekuj, mbi mal u ndërtua kalaja e Tomurit, një fortifikim strategjik që mbikëqyrte të gjithë rrethin. Historitë tregojnë se kalaja ka qenë një pikë e rëndësishme gjatë luftrave kundër pushtruesve të ndryshëm, duke ruajtur vendin nga sulmet e huaja. Një nga legjendat më të bukura është ajo e Zanës së Tomurit, një shpirt i maleve që sipas thënieve mbron jetën e kafshëve dhe bimëve dhe ndihmon udhëtarët të humbur që gjejnë rrugën. Thuhet se ata që kanë dëshirë të ngjiten deri në maj dhe respektojnë natyrën mund të ndjehen të mbrojtur nga zanat e maleve. Mali i Tomurit, i njohur ndryshe si mali i shenjtë të Shqipërisë, ngrihet madhështor në juglindje të vendit dhe ofron një kombinim unik të natyrës, historisë dhe legjendave që bëjnë tërheqjes për çdo vizitor. Ai është një masiv i fuqishëm me majat e larta dhe shkëmbim të thepisur, ku ajri është i pastër dhe pamjet të lënë pa frymë. Përveç bukurisë natyrore, Mali i Tomurit është vend i shenjtë për shqiptarët, duke qenë një simbol i lidhjes mes tokës dhe shpirtit. Një nga aspektet më intriguese të Malit të Tomurit janë shpellat e tij misterioze. Legjenda tregon se disa prej këtyre shpellave kanë qenë vendbanime të hershme dhe strehime të kalorësve legjendar të zonës. Një shpellë veçantë e njohur si shpella e Zezë thuhet se ruan sekretet e një thestari të lashtë, të fshirur nga princer të shquar gjatë mesjetës. Sipas tregimeve popullore, vetëm ata që kanë guxim mund të hyjnë brenda dhe kthehen pa humbur rrugën, pasi shpellat janë të ndërtuara si një labirint natyror e me tunele të ngushta dhe shtigje të rrezikshme. Jo vetëm kaq, ekziston histori për zëra të çuditshëm dhe drita misterioze që shfaqen brenda shpellave gjatë natës. Disa besojnë se janë shpirtra të parëve që mbrojnë malet dhe fasaret e fshehura, ndërsa të tjerët thonë se janë shenjat të botëve të tjera, duke bërë Malin e Tomurit një vend ku legjenda dhe realiteti ndërthuren në mënyrë të marrënishme. Shumë vizitorë që kanë tentuar të eksplorojnë këto shpella raportojnë ndjenja të pazakonta të kohës dhe hapësirës, si një udhëtim jo vetëm fizik, por edhe shpirtëror. Përveç shpellave, mali është i pasur me flora dhe fauna të rralla. Pyjet e dëndur dhe livadet e lartë ofrojnë një habitat të mbrojtur për kafshë të egra, duke bërë këtë vend tërheqës për biologët dhe naturalistët, por dhe ata që nuk janë studiues mund të ndihen si pjesë e një bote tjetër, duke u zhytur në jeshilin e natyrës së paprekur dhe misteret që e fsheh. Nëse ecën përgjatë shpatit të malit, mund të hasur mbetjet të strukturave të lashta që tregojnë për civilizime dhe komunitete që kanë jetuar këtu para shekujsh. Çdo gur duke se ruan një histori, çdo rrjedhë një kujtim. Legjendat për shpellët dhe thesaret e fshehura janë vetëm një pjesë e magjisë së këtij mali, duke bërë vizitën një aventurë të paharrueshme për këto që kërkon jo vetëm bukurinë natyrore, por dhe histori dhe mister. Mali i Tomurit është më shumë se një mal, është një botë të tërë e fshirur në petkat e natyrës
të legjendave. Kushdo hap zbulon një detaj të ri, çdo shpellë fsheh një sekret dhe çdo rrugë sjell një histori të re. Ai të fton të lumtosh, të ndrosh dhe të ndjesh lidhjen e thellë mes njerëzve dhe natyrës që kanë mbijetuar për shekuj. Mali i Tomorit është një parajs për natyrën dhe biologët. Ai ishte mbushur me pyetje të dëndur, bjekë të gjelbëruara dhe livadhe me lule të rralla alpine. Në Tomori jetojnë kafshë të ndryshme si edhite e gra, shqiponje e zezë dhe shpend të rrallë që nuk gjenden askund tjetër në rajon. Flora e Tomorit është paq e pasur, duke përfshirë lule medicinale, barishte dhe drurë të vjetër që mund të jenë mbi 300 vjeçar. Ky mal nuk është vetëm bukuri vizuale, por një laborator natyror që ruan ekosisteme të rralla dhe të pastra. Historikisht mali i Tomorit ka qenë një vend i shenjtë. Legjenda tregon se hynit e lashtë e lire, veçanërisht perëndesha e gjarprit, kanë mbrojtur këtë mal dhe banorët e zonës kanë ruajtur respekt dhe frikë për forcat natyrore që i simbolizonte. Kjo ka bërë që mali të bëhet një vend i rëndësishëm për rituale dhe pelegrinazhe, sidomos gjatë periudhave të lashta. Përveç historisë mitologjike, Tomori ka pasur rëndësi strategjike gjatë shekujve. Gjatë periudhave të ndryshme të sundimit, ushtrit kanë përdorur rrugët e malit si pika kontrolli, duke mbrojtur qytetet përreth, veçanërisht Beratin që ishte një qendër e rëndësishme tregtare dhe kulturore. Në kohët osmane, rrugët e tij shërbejnë si lidhje mes shfatrave të thellë të qyteteve kryesor, duke mbajtur traditat dhe tregtinë të gjallë. Një tjetër aspekt intrigues i malit të Tomorit është legjenda e kishës së Shantanasit, e vendosur në një nga shtigjet më të larta. Thuhet se nga aty mund të shohësh gjithë qytetin e Beratit dhe kodrat përreth, dhe se vendi ka një energji të veçantë që tërheq vizitor nga gjithë Shqipëria dhe më gjerë. Për shumë banor, kjo kishë simbolizon lidhjen mes tokës dhe qiellit, njohur mes njerëzve dhe misterit e natyrës. Sot mali i Tomorit është një destinacion i preferuar për ecësit, ngjitësit dhe ata që kërkojnë një lidhje më të thellë me natyrën dhe historinë. Shumë vizitorë vijnë jo vetëm për bukurinë natyrore, por edhe për të nxjerrë pulsin e historisë dhe legjendave që malet shqiptare mbajnë në çdo gur dhe lugin. Çdo kthes e shtigjeve, çdo rrëpirë shkëmbore duket se flet për një histori të fshehur, duke të ftuar të zbulojë sekretet e veta. Mali i Tomorit mbetet një thesar i Shqipërisë, një vend ku natyra, historia dhe mitologjia bashkohen duke krijuar një eksperiencë që mund të zgjasë minuta të tëra për të përshkruar, por që ndikon thellë në kujtesën dhe shpirtin e çdo vizitori. Ai nuk është vetëm një majë malore, por një dhotim në kohë dhe imagjinat, një tregim që pret të zbulohet përmes syve dhe këmbëve të tyre që guxojnë të ngjiten dhe të shohin botën nga lartësitë e tij madhështore. Tomori nuk është vetëm një mal për të admiruar nga larg, ai ofron mundësi për ngjitje, ecje në natyrë, fotografi dhe camping. Për ata që vizitojnë në dimër, mali ofron mundësi për ski në terren të virgjër. Ecja drejt majës është sfiduese, por shpërblimi është spektakolar. Pamje panoramike që përshkruajnë gjithë Shqipërinë qendrore. Njerëzit që ngjiten shpesh flasin për një ndjenjë të veçantë qetësie dhe lidhje me natyrën, si të ishin larguar nga koha dhe bota. Mali i Tomorit ka një vend të veçantë në kulturën dhe traditën shqiptare. Ai përmendet në këngë, poezi dhe tregime popullore, duke simbolizuar forcën, lirinë dhe qëndrueshmërinë për banorët lokal. Mali është një vend i shenjtë dhe një pjesë e identitetit të tyre. Tomori mbetet sot një vend ku historia takohet me legjendën, ku natyra mbetet e paprekur dhe ku çdo hap është një zbulim. Nga kalaja e lashtë deri tek zanat e mistershme, mali i Tomorit fton vizitorët të ndjejnë fuqinë dhe bukurinë e Shqipërisë, duke i bërë ata pjesë të një tregimi që ka ekzistuar për mijëra vjet. Dhe kështu mes legjendës e realis, mali i Tomorit mbetet kujtuesi i përjetshëm i shpirtit shqiptar, krenar, mistik dhe i patundur si vetë guri i tij. Faleminderit që ndoqët.